Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse zgjoni të lodhur nga gjumi i natës, shkoni urgjent tek mjeku. Gjumi është një proces i cili ndihmon automatikisht çlodhjen e trupit dhe të trurit. Ky proces rigjenerimi mendor dhe fizik zgjat mesatarisht nga 7 deri në 8 orë. Pas një gjumi të gjatë ju sigurisht prisni të zgjoni të relaksuar dhe plot me energji, por jo gjithmonë ndodh kështu. Pra, me siguri mbani mend rastet kur ju jeni zgjuar më të lodhur dhe më të plogësht se para se të mbyllni syt. Kjo ndjesi sigurisht që nuk është e pëlqyeshme për askënd. Ndaj në këtë video këtu ne do t'ju tregojmë disa nga arsyet më kryesore pse ndodh kjo. Zgjoni të lodhur dhe me një shije të keqe në gojë. Kjo është një simptom gastroezofageale e cila ndodh kur lëngjet e stomakut kthehen në ezofag. Studime të shumta kanë treguar se 1 në 4 njerëz që flen pak dhe keq kanë këto simptoma të refluksit. Mjekët thonë se kjo është një sëmundje tërësisht e mirëfillt dhe shumë persona duket se nuk e vërejnë se po vuajnë. Kjo pasi nuk jep shenja të përditshme dhe të vazhdueshme, por shfaqet vetëm gjatë gjumit kur njeriu është i pa vetëdijshëm. Ky lloj refluksi gastroezofageal vepron duke zgjuar funksionet e trupit ndërkohë që truri juaj është ende në gjumë. Nëse kjo ndodh disa herë gjatë natës, atëherë kjo shkakton ndërprerje të shkurtra të gjumit, të cilat ju as nuk i kujtoni prej arsyeve të ndryshme. Në këtë rast, ju do të zgjoni të lodhur dhe të pangopur me gjumë. Shkoni shpesh në tualet dhe keni parehati gjatë natës. Këto simptoma janë një shqetësim për shumicën e të rriturve, duke shkaktuar edhe mungesë të gjumit gjatë natës. Sipas Fondacionit Internacional të Gjumit, të cilit i referohemi, 3 në 5 të rritur vuajnë nga mungesa e gjumit. Kjo vjen për shkak të zgjimit nga nevoja për të përdorur gjithashtu tualetin më shumë se 1 apo 2 herë në natë. Normalisht trupi është i dizenjuar për ta mbajtur fshikëzën nën kontroll, por gjatë viteve ai rrin që të humbas këtë kontroll. Kjo shkakton rënje të hormoneve antidurike që janë përgjegjëse për funksionimin e traktit urinar, shtrëngimi i nofullës dhe i dhëmbëve. Shtrëngimi i dhëmbëve është një ndër problemet më të zakonshme për njerëzit teksa ata flenë, e njohur ndryshe si sëmundja e bruksizmit. Ndodh kur ju shtrëngoni nofullën në një mënyrë tepër të pavullnetshme gjatë natës, duke ndërhyrë kështu në nofullën tuaj dhe në cilësinë e gjumit dhe duke ju hequr ndjenjën e çlodhjes edhe gjatë natës. Lëvizjet e shumta gjatë natës. Nëse kur zgjoni në mëngjes e gjeni veten në anën e kundërt të krevatit për shkak se keni lëvizur, ka shumë arsye. Lëvizja e shpeshtë është një sëmundje e nervave të këmbëve dhe ekzistojnë disa simptoma të këmbëve që lëvizin edhe kur ju jeni duke pushuar. Për këtë arsye ju do të zgjoheni të lodhur çdo mëngjes, pasi trupi juaj ka harxhuar energji edhe gjatë natës. Zgjoheni me gojë shumë të thatë apo me frymë të keqe. Këto janë 2 simptoma të cilat lidhen drejt për drejt me frymëmarrjen dhe gërhitjen, të cilat shkaktohen nga bllokimi i rrugëve respiratore. Ato prekin një numër të madh njerëzish duke ju prishur juve cilësinë tuaj të gjumit dhe gjithashtu kjo shkakton që ju të flini me gojen hapur, duke shkaktuar më pas edhe lodhje dhe mungesë të frymëmarrjes, duke shkaktuar edhe gërhitjen apo mbledhjen e baktereve në gojën tuaj. Mbytje gjatë natës apo dhimbje qafe. Këto janë simptomat të një sëmundje të quajtur apnea e gjumit, ku trupi ndalon së marruri frymë për disa sekonda. Një numër i madh njerëzish vuajnë nga kjo sëmundje pa e kuptuar, një sëmundje e cila e ndërpret të gjumin dhe ju heqë juve oreksin. Kur ju përjetoni këto simptoma, koka juaj nuk është në një pozicion të duhur, duke ju shkaktuar juve edhe dhimbje të qafës. Për këtë arsye, ju do të zgjoni sa më të lodhur dhe me dhimbje çdo mëngjes.
Flini shumë për përsëri ndiheni të lodhur. Ky është një problem I cili lidhet pikërisht me mënyrën e të jetuarit. Më së shumti referohet teknologjisë pasi është e ditur që drita e ekraneve si televizori, telefoni apo kompjuteri shkatërrojnë gjumin. Kjo ndodh sepse ekranet lëshojnë rreze blu të cilat janë tepër të dëmshme për një cikël të shëndetshëm të gjumit. Sigurohuni që ju të fikni çdo pajisje e cila ka tendencën që t'ju bëjë juve të qëndroni zgjuar para se të shkoni për të fjetur. Në qoftë se ju zgjoheni gjatë këtyre orëve të natës, atëherë ju vuani nga kjo sëmundje. Nëse zgjimi në mes të natës është bërë normë, është e këshillueshme që ju të mos I injoroni atë, pasi ajo mundet që të shkaktojë telashe për trupin dhe përmendjen tuaj njëkohësisht. Duke ditur arsye se pse ju zgjoheni në mes të natës, atëherë ju mundet që të gjeni edhe zgjidhje të duhura për një gjumë të mirë, të cilat mund të variojnë nga relaksimi I mendjes, marrja e duhur dhe rregullisht e ushqimit apo edhe lëshimi I zemërimit tuaj. Problemet e gjumit midis orës 11 dhe 1 të mëngjesit ka të bëjë me çështjet e rivlerësimit nga ana personale. Nëse dikush ka një problem me gjumin midis kësaj kohe, kjo mund të nënkuptojë që ju gjykoni shumë veten tuaj ose të tjerët. Sipas bllokut të trupit të mjekësisë kineze, të zhgënjesh nga një I dashur mundet të shkaktojë këtë fazë të gjumit, duke ju bërë juve të paaftë për të fjetur gjatë kësaj kohe. Të qenurit I ndërgjegjshëm ndonjëherë dhe të mos ndihesh I paragjykuar mund të ndihmojë situatën tuaj, madje dhe leximi I librave ju ndihmon gjithashtu në nivelin tuaj të besimit. Fizikisht, të kesh probleme me gjumin gjatë kësaj kohe mund të nënkuptojë që fshikëza e tënde po përpiqet t'ju tregojë të hani ushqime më pak yndyrore, të pini më pak duhan dhe të zëvogëloni kafeinën. Nëse bëni këto gjëra, atëherë fshikëza e tëmbëthit tuaj do të punojë në nivelin e tij optimal midis 1 e mëngjesit dhe 3 e mëngjesit, ka të bërë me fajtor. Sipas orës së organit kinez, faji dhe tërbimi shoqërohen me këtë kohë. Zemërimi që mbetet nga argumenti I ndezur që keni pasur kohët e fundit me partnerin ose në punë mund t'ju zgjojë. Lëshimi I zemërimit dhe ndryshimi I perspektivës tuaj për të kërkuar qartësi mundet të ishte zgjidhja. Të zgjoheni mes orës 1 dhe 3 të mëngjesit do të thotë që mëlçia juaj po lufton, duke ditur sa e rëndësishme është mëlçia. Problemet me zgjimin gjatë kësaj kohe duhet të adresohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Zgjimi mes 3 dhe 5 të mëngjesit. Hidhërimi dhe trishtimi lidhen me këtë kohë. Zgjimi gjatë kësaj kohe është sugjerues për gjëra negative të cilat kanë ndodhur në jetën tuaj. Biseda me anëtarët e familjes ose besimi në miq të afërt mund të bëjë shumë për mirëqenien tuaj emocionale dhe megjithëse mund të jetë e vështirë. Fizikisht, kjo është kur mushkrit tona mbledhin më shumë oksigjen për ta transferuar atë në pjesë të tjera të trupit, për ta përgatitur atë për një ditë të re. Ndodh gjithashtu edhe largimi I toksinave. Nëse e gjeni veten duke u kollitur dhe zgjuar në këtë kohë, zgjidhja mund të jetë: konsumoni ushqime të shëndetshme dhe të merrni frymë në ajër më të pastër. Zgjimi midis 5 e mëngjesit dhe 7 e mëngjesit. Ndjenja e mbërthyer nga mungesa e rritjes në jetën e një personi është gjithashtu një problem emocional kritik nëse ju zgjoheni gjatë kësaj kohe. Një mënyrë e mirë për të zgjidhur këtë është të keni një ritual në mëngjes që ju bën të lumtur dhe të nxitur, siç është planifikimi I ditës në vijim. Dëgjimi I muzikës motivuese ose meditimi I thjeshtë për të pastruar mendjen për ditën e ardhshme. Mund të keni gjithashtu probleme serioze me zorrën tuaj të trashë nëse zgjoheni gjatë kësaj kohe. Të kesh lëvizje të zorrëve gjatë kësaj kohe është normale dhe për të ndihmuar me procesin. Është gjithmonë e rëndësishme që të mbani mend që të pini sa më shumë ujë që të jetë e mundur. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.